padyshim unë hy në grupin e gjuhës shqipe, ruajtjes dhe trashëgimisë së gjuhës shqipe dhe të kulturës, dhe ajo që ne po përpiqemi të realizojmë është, dhe e kemi shtruar dhe kemi marrë miratimin në parim, është që të krijohet një platformë virtuale për mësimin e gjuhës që të jetë unike, jo se s'ka, edhe ka, po që të jetë e unifikuar në mënyrë që programet të jenë të njëjta, me një standard, të kenë një standard të caktuar dhe pastaj natyrisht që secili në bazë të nevojave të veçanta të grupit ose të nxënësve që vinë do ta modifikojë. Po në këtë fushë atë që ne jemi përpjekur ta bëmë në vijë është edhe kualifikimi i mësuesve, sepse nga mungesa e mësimdhënësve të certifikuar ose që kanë, si të thuash, një eksperiencë pedagogjike, qoftë kjo edhe nga vendet tamë, ose aty ku e ushtrojnë punën për ruajtjen e gjuhës shqipe, shumë herë merren edhe ato që dinë shqip, por nuk janë në fushën e pedagogjisë, nuk dinë se si ta transmetojnë. Dhe ka një koncept ose keq kuptim, ose misconception, ose misunderstanding, shumë herë se duket di shqip dhe unë di t'jap, jo, sepse nuk mjafton të di shqipen, shqip dinë edhe prindrit tanë, por nuk janë bërë mësuesit tanë. Këtu, thelbi i kësaj është të dish si ta ndërtosh punën në mënyrë progresive, që atë që ke mësuar sot do ta shtosh me atë që mëson javën që vjen, muajin që vjen, dhe të bazohesh në ato standardet thelbësore, standardet më të fuqishme, si thua, që të çojnë vërtet në njohjen e gjuhës dhe të kulturës, dhe për këtë kemi propozuar që të ketë trajnime të vazhdueshme për mësuesit dhe mbase një program master për mësimdhënien e gjuhës së dytë. Shqipja trajtohet si